الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahu në falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kënë Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa atë cilën e lën të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Me lejonin në radhë të parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minutat sa do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Kemë arritë të hadithin 23 prej librit 20 hadithe, nëse cilën hadithin nga dy veçuri të autorit shejkhit Salih Sadlan rahimahullah, që ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj në Arabinë Saudite, Allahu e mëshiroft. Ka përmend hadithin e 23 që flet ky hadith për detyrimet e muslimanit përballë muslimanit. Muslimani si musliman apo muslimant kanë detyrime përballë njëri tjetrit. Kanë hukuke, në gjuhën arabe i thonë hukuk, hak, që i thonë, ai ka përdorur në fjalë apo ka terme në gjuhën tonë që kanë mbet për gjuhës arabe. Hukuk dhe të thotë në kupton detyrime, hake, të drejta. Muslimani përballë muslimanit kanë të drejta, kanë obligime me një fjalë më ndryshe. E ka përmend hadithin e Ebu Hurajrës radiallahu anhu, i cili hadith është transmetuar tek Imam Tirmidhiu, ku thot Ebu Hurajra radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aada maridan aw zara akhan lahu fi llahi nadahu munadin an tibta wa taba mamshaka, an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzila. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith që transmeton Ebu Hurajra, thot se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, man aada maridan, kush e viziton një të smuar, apo e viziton një vëlla dvetin që e don për hir të Allahut, e don lillah, e don për Allahun, jo për ndonjë interes caktuar, po e don për Allahun subhanahu wa taala. Nadahu munadin, thirr, thot një thirrës është fjala me lajket thrasin dhe thojnë an tibta wa taba mamshak, qoft mirë i pastërt, qofsh i mirë dhe thot dhe i pastërt, dhe u bekoft ecja jote, dhe ke zën apo është përgatit për ty si shkak i kësaj veprës tënde një vend në xhennet. Subhanallahu, si që sa punë të leta. Më shku me vizitu një të smut. E kur jem të vizita e të smutve, në ka për qëllim të që me shku me vizitu, a i vërgjën dy paluma që aty më sfritë vlogë. Nuk është për qëllim vizita e të smuarve, nuk ka për qëllim me shku t'i vesh me vizitu dikan kone nje. Jo, nuk është kështu. Kjo se vizita i farefisit do të thotë akrebas që janë siletur rahim, që janë akrebat, ato do të thotë pa tjetër dush me shkujzlu, po në këtë kontekst do më thonë këtu ka ardhë e përgjithshme, ka ardhë do të thotë mund është çdo kanë mundesh me shku me vizitu, jo veç kanë enxhe.
Zotën kjo është edhe ma e sinqert, se ndoshta nga njerë ato që e nxë mundet me hi zëtin arruj të rijoja si facijan to, ama kur shkan me vizitu dikon që se nxë, për shembull, tash dikush thot që qapo po, tja do me marrë që të sevop që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na tregtin e bëjmë me Allahun. Që kështoj ke hoxha jonë në Medinë, Shek Jahja, hafidhahullah, Zoti e rujt, dhe ke nahnu nutajir me Allah, na bëjmë tregti me Allahun. Si këshyrim na qysh po na vlerësojnë njerëz, çka po thojnë njerëz, e çka po bëjnë njerëz. Na e këshyrim Allah te Allahu, na duhet me pas edhe Zotën, ky duhet me qenë kandari jonë, real duhet me kon. Kur ti bëjmë put me çdo kandari real, me këshyr te Zoti qysh po na qet. Jo te njerëz. Për fat keq na jetojmë në kohë kur njerëz i masin punë qysh po dalin para njerëzve. Realisht duhet me i matë punët. Aleikum salam. Me i matë punët që shpo dalin të Allahu. Qka të pengon ty e mu, spitali peje sa plot smut, me marrë një sak edhe bismillah me shku që aty me hin një derë, me hi me thonë që për hirtë Zotit, jam ardhë vesh me të pavë, thonë edhe Zotit a letë softet, shërof, që ka s'ki nevoj aty me ndajt e mu zgotë. Si e njoftës, se njoftës, na edhe kur të njohim e kena problem, kur shkojmë, na smutin, kur shkojmë e vizitu e smujmë ma shumë. Mas parti shkojmë ndajmë gatë, krejtë muhabeti, që ka botë rësmundjes tje, që shu smue, apo të dheme, o ti shko zbut janë njerit, e si do mos kur ka ndo një smundjes, o të në rujtë të ronda, ti du të mjep sabër, mja i këmendjem për smundjes ti, a i bole ka barë smundjen e ti të shkan, na qohëm i madhe i vogël, krejta, o tanë, bëqëkorosh që aty bohëm edhe, tani rrim aty i pim krejta, i pim, qelim voqë i thët pople, jo, e do shumë, me shku të smuntin me vizitu duhet, shkanrin 2 minuta, 3, 5, mas 5 minutave, ja bëndu amë që du të mja bo dhe largohësh prej ti. Që pejgamberi s.a.s. po thët në këtë hadith, sa i madhësh këtë hadith dashurit e mi, thët, men aade meridan, a zara ekhan lehu fillah, ai që e viziton një të smuar, apo e viziton një vllot vetin, që e don për Allahun subhanahu wa taala. Tash po dojmë i komentu këtë duan që cilën e bojnë me lajket. E me lajket kush jonë? Qa kemë thonë për me lajket nuk jonë si kurse si na. Kur të bojnë dua të me lajkeve pranohen me njëherë. Me lajket bojnë dua thënë, e në tib të vëtabe me mshek, qoft i mirë e i pasër dhe u bekoft ecja jote. Tash po dujmë ndalë fjallë për fjallë me komentu. Qa nën kupton qof shmirë dhe i pastërt, do me thonë se kjo një lutje, një dua që i bëhet ati që e viziton të smuarin, apo e viziton një vëllat vetin që e don për hir të Zotit. Kuptimi është qoft e mirë jeta jote në këtë botë, dhe qoft e mirë jeta jote në botën tjetër. Shumë më rëndësi dashurit e mi. Na kretin këtë dynja e kërkojmë jetën e mirë. Nuk ka njerë në dynja, besaj apo nuk besaj, që se lyp jetën e mirë. Që s'ka qef me jetu mirë në dynja, po të lashe. Jeta e mirë, qka është jeta e mirë? Ama tash këtu të kjo muhabeti, qka është jeta e mirë, tash kjo dënë një ligjeratën veti dënë. Se disa mendojnë se jeta e mirë është me pas pare shumë. Tjetëri thot me pas shok shumë. Tjetëri thot me shetit shumë. Tjetëri thot me pas makina shumë. E kështu me radhë me dhunë, përmendim, ama jeta e mirë, a ka t'i shkan këtë dynja, që Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë liber, në Kur'an, nuk na kalon pa na e speku gjithë çka ka speku dashurim. Problemi është që na dim me i kuptu edhe dim me i qitë ato në vendin e vetë. Allahu na ka të regu për jetën e mirë, çka është jeta e mirë, ku është jeta e mirë, është shumë rëndësishme e ditë ku është jeta e mirë. Thot Allahu, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan tayyiba. Thot kush bën vepra të mira, ndiko ka dalë që tu kena nevojë mi apon një 4-5 në nënvizime. Se shtu ko ka jeta e mirë. Jeta e mirë ko kanë vepra të mira. Thot kush bën punë të mira, duke qenë mashkull apo femër.
Men amile salihan min dhekarin e untha wa huwa mu'min, e duke qenë besimtar, s'os mjafton. Nuk mjafton me bo punë të mira pa qenë besimtar. Që ta sot shumë njerëz i pështillin konceptet, po ajo ka po shumë mirë. Po unë gjatë, sa ateistin e në gjë që i bën mirë, nuk bën në mot e mirën në dynja përballë njerëzve, ka shumë njerëz që janë korrekt. Përballë njerëzve po flas. Që ata dhe na kena nevojë mu ndalë edhe me definu të mirën, se pa kur të ndodh ka njerë, kur ndodh në për të pa me, ka rastisë mu me ndëgju, besoj që edhe keni ndëgju, ka herë po që ditë, po thëmë, ka vetë me vetë, se s'po me herë me bo se, atin, kur i ndi, dhe to është këj për gjennet është, ja Allah, mashallah të barek Allah, na u këputëm, këtë pantollat na u kanë bo gujt, e ki pa këtë namazdive, këshyri namazdit, këtë pantollat në goj i kanë këtë fshime, të ra sejsh dhe u neve na u mbëtëm të i duru pantollat të ra, të sejsh dhe u edhe kur me bari me lezu që të Kur'an, pe këshyrim që të Kur'an, Allahi, problem, qak problema, nuk vish më shpu fala, se kështë edhe do pun tjera, po i lyp Kur'ani, po i lyp Zoti edhe do pun tjera për neve, e na, po dyshim se kur të bëjmë si qertë me në vetë në radhë parë, edhe ja bëjmë një kontrol vetës, nuk na qëtë shumë hesapin e mu për veti po flasë, ashtë në kapova, ndoshtë ashtë po flasë në formën e shumësit, po flasë për veti, kur pja bëj vetës logaritës, sot të mdojnë shpesh po dalë manjak po dalë. Shpesh po dalë mungi, do më thonë, e këpasa e trektari, kur e banë në unë plus anë minus, unë shpesh po dalë në minus, jam të dalë, ama kur bëjnë ditë do që si, shkajnë pa më dhe hatët në gjennet, kore këshyrë, thush, au falë, sa falë. A ka gjeru, s'ka gjeru, pa aman, ja, rabbi, edhe unë e marë në fund, e kom qitë tash më stilë nëmë, së në vetë jam pejon, e kena në pejon të kena një gjennet tonin, e kena po në gjennet pejon dhe ajo është në gjennet, insha Allah ta'ala. Ama në gjennetin e Allah subhanu wa ta'ala, problem është vallaj, po veprat mira, po në pas iman, edhe njerë po thëmë, ka plot ateista, po besimtar që bojmë pun të mira, edhe Zotis ja u hupë. Sa për e tyre e kanë hargjit jetën me punë të mira, të i bo mirë njerëzve, të i ndimu njerëz, ama Allahu se u ka hupë. Se në dynja emnat aty në përmenden. Bon vaki ka dekë që 50 vjetë o dekë, 100 vjetë, a vdona ma emnë ti përmendet. Se Allahu është adilul adilin, o i drejti absolut. Kush ka bo për njerëz, vallaj ka bo përmend të njerëz. Ka në hadith, pejgamberi sa senë më përmend, se tash më së spëkuzoj më uzgjatë, se shkon të në uzgjatë tema shumë e ma shumë. Ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e bën thot një punë pejgamberi sallallahu thot, kush e bën një punë për më u përmend, Allahu ja bën nasib atij puna e tij mu përmend. Apo kur del para Allahut zero. Kur del para Allahut zero, jo ndo që sine. Don mu përmend au don. Shkon në haxh kur vjen don me gjungo, me vëmës mi thon haxhi se ja pove, i tha i shkon Borxhlikesh. Borxhlikesh kur u kthy prej haxhit, o gëzu kë duke gjia ardë me pagu borgjin. Ka të menduaj, se ka thonë, është ja kalon shaj haxhi, ka thonë, fshima emnin aty. Kjo gëzu, se ka thonë, më le haxhi, borgjin, ka thonë, ta shkru ma haxhi filoni. Kjo, gjëra përshena e kena bo, është bo hajgarallak, kjo hajgarallak e sapi. Dini nuk ka hajgare, dini nuk është me bo hajgare me ta. Ama një kush ka qefa, ndën, ja krejt, mashallah, Allah i do shumë. Nësi bëm punë për Allah subhanu wa ta'ala, për akhiret, zero i ja, Wallahi ladhim, aj që s'bëm punë për Zotin, kur ka me dalë për Allah, zero ka më konë. Wa qadimna ma amilu min amelin, fe gjaalnahu habaan manthura. Thotë Allahu, në paracitën, thotë ato neve të cilat ata i kanë vepru, punë të tëne. Fe gjaalnahu habaan manthura, i bojmë hije pëllon punë të tëne. Qëto shumë më rëndësi me kuptu. Po flasin për njerëz që i kanë punu, po flasin për ata që s'kan punu. Për ata që i kanë punu, po i ka mungu sinceriteti. Se një vej për mu pranu të Allah, du të me plëcu dy kushte. E para mu bo për Allahun, e dyta me qenë për puthshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye dashurit e mi, njeriu nuk bën me pshill, domethënë në hakun, tha është ky tha buri mirë. Po be kjo buri mirë për ball njerëzve. Korekt me njerëz, sillet mirë me njerëz, nuk ju bën pa drejtësi. Ama për ball Allahut, kjo në tjerat muhabete jonë. Për atë, shumë du të me pas kujdes, kur i cilësojmë njerëz, i thojmë dikuj i mira, pa i kesh. Se shpesh pe i neve ngutojnë.
Guten në vlerësimin e njerëzve, kjo i mirë, o buri mirë, kjo buri kesh. Kur të thotë me hon për çka po thosh, po e ki për qëllim për dynja për ahiret. Se dynjaja i ka bit e saj edhe ahireti i ka bit e saj. Edhe dynjaja edhe ahireti i ka bit e tyne. Qëta Ali radiallahu anhu e ka thonë një fjallë të bukur, e ka thonë dy sende i shkatrojnë shumicën e njerëzve. Shpresa e gjatë. Shpresa e gjatë. Hajtë se nesër. Hajtë se e bëj nesër. Hajtë më falë, hajtë se nesër falëna. Shpresa e gjatë, hajtë se nesër. Parat edhe Alia radiallahu anhu këtë fjallë, ka thonë, dynjaja i ka bit e saj dhe ahireti i ka bit e saj. Bëhuni për bive të ahireti dhe mos bëhuni për bive të dynjas. E shumë më rëndësit dashurit e mi, këtë dua që me lajket ja bojnë ati që e viziton një të smur apo e viziton një vëllat vetin për hir të Zotit, kuptimi i kësaj qofsh i mirë dhe i pastër dhe u bekoft ecja jote, nën kupton qoftë jeta jote e mirë në dynja dhe në ahiret. Shumë më rëndësi njeriu me pas jetën e mirë edhe në dynja dhe në ahiret. Po edhe në dynja me pas njeri një vështërsi, duke qenë besimtar që kapi njerëzve kanë, e lehtë është se po tjetër jeta e mirë ka me prit në ahiret. Na e lusim Allahun që dyjat me i pas të mira, edhe në dynja dhe në ahiret. Po edhe në dynja vallahi me ndajt në gazep deri sa të del shpirti, po kur e din që fund ki me hin gjennet, vallahi avlen kush e merr vesh çka është gjenneti. Kush e kupton çka është gjenneti, se jeta të dashurit e mi në këtë botë është shumë e shkurt, shumë shpejt kalon. Ne në dëshmitar në vetveten tonë, në njerëz për rreth që i kema, më shumë që shkojnë në qëre java, sot e gjymu. Po hecë java sa të qelem shelsyt. Po vjen muji, viti, po kalon që na, do më thonë, e lam, jena të elon do të tëtë në mujin e 4. Mujin e 4 jem të elon, sa do 17. Hisen muji 5, shkoj gjysa e vitit, ja Allah, që shtu shkon ymri. Ama pak për njerëzve, e morin vesh të edhe ndalen me mendurët kësaj. Sa i shejtani lanetullahi alej, a i dënë me të mashtru, ty edhe mu. Me të hargju jetën në këtë, me të hargju jetën në gjëra, që leqis kanë me të bot dobi nesër para Allahut, po ka me të marrë në llogari Allahu për to. Që kjo detyra e ti, muslimani vigilent, muslimani i menqur, ai që ka mendje të ndritur, ai përgatitet edhe kontrollon jetën e ti, e shiqon jetën e ti për kënë të jetu, është shumë më rëndësi me pyet veten, pse o Zot më ke prun këtë dynja, që të pyetje mja bo vetit. Më dhe pse jam ardhur në këtë dynja? Çka është ardhja jeme në këtë dynja? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Thot Allah, a mos mendoni ju që ne u kena krijuar kot? E pastaj nuk keni mu kthy tek na? Kthimin te Allahu dashurit e mi. Wallahi billahi, i lumi ai që beson kthimin që ka mu kthy te Allahu, ai mirë ai që s'beson. Po edhe ai që beson edhe ai që s'beson, wallahi ti kanë mu kthy te Allahu. Besove s'besove, nëse beson o vlerë për ty, të bën dobi ty. Edhe kundërta të bën dëm, ama kthimi te Allahu. Hala nuk kom pa dikon, po flas për ata që kanë arsy, kanë mendje, se për do që si që nga kanë dollë, do që si budalla që i ndim të i folë, disa i ndim që do të i thonë, wallahi biloj këta bese që edhe në shtime atje me i qusi pranojnë au dhanë. A unë po flas për ata që kanë mendje dhe din me i mendu gjërat me i mendu. Hala se kom pa një që e ka muhu me thonë, Allah, s'ka me dek. Se vdekja dashurit e mi, vdekja është ajo që ka në bën që pasojna me ikta Allahu subhanahu wa ta'ala. Për atë Uthmani radiallahu anhu, këj sahabi i madh i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, këj shok i pejgamberit alaihi salam, edhe khalifja i treti drejt, kur ka shku në varime, që edhe këtu na kena nevojë me bo nasihatën e tjetërën. Që ka bojmë na në varim,
Edhe që ka po Othmani, edhe këshire tash, ku jem na me praktike vetore? Na kur shkojmë Varrim, Allah i po framet. Po që dit na vallaj billoj, i ka dek baba, i ka dek nana, i ka dek vllau, migja, daja, ku ta liu në kusherini ti, rrina tjavë, nuk vjen me a falë namazin e gjenazës. Leqi si a falë namazin e gjenazës. Vallaj po të tyronë hoxhallarët me folë, me thonë, bëm pak për ma qëtësi. E ka dhe sigaren atje, njoni ka lëzën vica, tjetëri e ka lëzën suksesin e ti në biznis, tjetëri dhe me thonë, muhabet koti, a ku në vare. Që pejgamberi s.a.s. ka thonë, vizitojnë i varezat, sa ato ja u kujtojnë kanë ahiretin. Othmani radiallahu anhu, kur ka shku në vareza, ka hy në vareza, ka njës me kajt, ju ka logë mjekra e ti prej vajit. Edhe i kanë thonë, o Othman, e thonë, po ti kur po përmendet gjenneti e gjehenemi s'po kanë qështu. Pse po kanë? Ka të shumë kur pe shevarin. E ka thonë në fjallë të madhe, e ka thonë. Ka thonë, inë lë qabra, awwalu manazili l-akhira. Vari, ka thonë, është stacioni i parë i ahiretit. Stacioni i parë i ahiretit i botës tjetër. Nëse këtu thot është mirë, ma pas ka vjen do tjetë edhe ma mirë. Njëhereu si të vdes dashurit e mi i del shpirti, kalon me njëherë që të ekipo i këna në ato fjallë të mira, po si meditojmë shumë. Në gjuhën tonë të bukur. Që a thojmë, ka ndru jetë. Ka ndru jetë. Ka ndru jetë, ka dollë për një jetës një jetë tjetër. Kjo është preje besimtarve, nuk është preje ateistave. Jo, pasha zotë, jo. Sa i njoli, tash, për ne përbëj pak se kur për përmendit deken e di që vjen ftoft, po kom qef ka pak me zbut. Para donatve kënë një emision një ateist. Përmizojshën një besimtar me një ateist, po ateistin ndërko e përmendi fjallin, tha, elhamdulillah. U të ka u harova, tha se jam ateist. O, ju përshitën i që janë ateist, asë se janë i vallojnë, asë ateist, asë janë. Se kur ju vjen zotën, pasha zotën, ju i lutën i Allahut. Mos ju lutë shit gjuhë të ju, ja pasha zotën me zemrat të ju, ja i lutën i Allahut. Po dashurit e mi, realiteti do të thotë me endala jo ku na duhet mu fokusu dashurit e mi, është se po du mu këthy të tema. Kjo hadith në nëzit neve që ne ta vizitojmë një tjetërën. Edhe njëherë, po thot pejgamberi a.s. ai që e viziton një të smuar, apo e viziton një vëlla dvetin, një shok dvetin, një dos dvetin që e don për hir të Zotit. Edhe këtu kena shumë çka me fol, po tash s'po du me fol, se kom bon njetë në gjymon tjetër, në hëtbe me fol për dashurin për hir të Allahut. Çka do me thonë me dash dikon, me i thonë dikuj, unë e du për Allahun ty. Unë e du për Allahun. Du pse ti beson, du pse ti je i mirë, du pse ti je i sjellshëm, du ja qit këto do arsyetime pse e jo që shena mësu me do falsifitetet zemonit ton, i thot du për hir të Allahut, si t'ja kthen shpinden, fol keq për to. Kësë është të dosh për Zotin. A e dini kush janë njerëz më të këqij? Njerëz më të këqij janë dashurit e mi, ata që të keshin në fytyrë e pas shpindës të shojnë, që tajnë më të këqijt. E për fat keq që si na u kanë bërë shumë, po më vjen keq që pe thonë, po shumë ju më bërë që si apëtën. Derisa e gjenë edhe në xhami, në xhami vjen, e përkesh vllaun e vetë mbas shpindes, ja bon kështu me kryja, me syja, ja Allah. Po ti, këti ju më shefe, që pja bon që po i shtramnohesh mbas, po Allahut, a me ndonë që i më shefe shak? Po Zotin a fatin a përmisoft ja Rabbel Alemin. Për atë pejgamberi s.a.s. shisha, na të regon në këtë hadith, thot kush e viziton një të smuar, apo e viziton një vëlla që e don për hir të Zotit,
me lajket bojnë dua për ta dhe thojnë qofsh i mirë e i pasër dhe u bekoft ecja jote dhe këzën ose është përgatit për ty një vend në gjennet. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përmend, tregon detyrimet që muslimat i kanë përballë njëri tjetrit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, haqqul muslimi ala al muslim sittun. Detyrimet e muslimanit përballë muslimanit janë 6. E para, idha laqitahu fasallim alayh. Kur e takon ato mi jep selam, i thon selam aleikum. A do këtu kem shumë çka me fol tash, mos është kjo tash se kalon nishi kalon, na i ku ka e hutbes. Muslimani duhet mi jep selam. Këtu nuk po thot me marr ti mu përçafën faqe e me marr ngryk që thojmë na. Se dhe ka shoqërinë e vet. Po është obligim mi jep selam njëri tjetrit. Është obligim, është hak e drejt e muslimanit përballë muslimanit mi thon selam aleikum, paqja e Allahut dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ty. Pastaj wa idha da'aka fa ajibhu, kur të thirr ta bën një ftesë, më përgjigj ftesës ti. Wa idha stansahaka fansahu, kur lyp pejteje këshill, me këshillu. Wa idha atasa fa hamidallah fasammithu, kur të shtit dhe aje falenderon Allahun, se kur të shtit njerëzit me thonë elhamdulillah, na thojnë shnet. Thuaj elhamdulillah. Çfarë më kupton elhamdulillah, falenderimet i takoshin Allahu subhanahu wa taala. Unë pe kallzoj shpejt, me mjeksi tash është vërtetu. Është vërtetu, domethënë se njeriu kur të shtit i ndalet zemra. Çështoj kom di, edhe një kardiolog kom di. Pas rajta jo të rajta në basti. Kështë është fjallë e hoqës. Mere, studio këto edhe e shë. Që ata kërë kom dëgju, thash, la ilaha illallah, thash, po, na, që ndimi 400 vjetë, na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kur të shtit dikush me thonë elhamdulillah, me falendëru Allahun subhanahu wa taala. Edhe tani du të mja këthy, yarhamukallah. Zotit më shiroft, sa e bukur. A i tha shnet, ani dhe shnet, po ma e mirë me thonë, falenderimet i takofshin Allahut, e aj me ta kthy, me të thonë, yarhamukallah, Allahut më shiroft, o yuslih balakum, dhe ta përmisov gjendjen tonë, lutje. Pastaj tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa idha marida fa'udhu, kur smurët me vizitu ata, wa idha mata, edhe kur të vdek aj, me shku me e përcil gjenazën e tij. Kjo janë 6 detyrime që i kemë ndaj njëri tjetrit. Allahu na bof për të mirëve, na bof për atyre që i rim gati njëri tjetrit e nuk i him në hak, i krym detyrimet përballë njëri tjetrit. Aty ka kem qellu për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtanit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.